Përshëndetje, shpirt i bukur dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Unë jam Rina, një psikologe dhe një coach. Jam nga Kosova, por jam rritur në Londër dhe këtë kanal e kam kriju për me të ndihmu ty. Mi arrit të gjitha ëndrat, të gjitha qëllimet e tua në jetë. Nëse jeni të ri këto, bëni subscribe dhe bënu pjesë e kësaj familje. Dhe nëse është hera e parë që po më shihni në video, unë kam studiu psikologji në Queen Mary University këtu në Londër dhe jam e kualifikuar si një coach nga akademia më e parë dhe më e suksesshme në tërë botën, The Coaching Academy. Dhe nëse ende nuk jeni bo pjesë e komunitetit ton falas, do e lo linkun në description. Nëse nuk dini se qysh të bëni pjesë, vetëm më shkruani në Instagram dhe do ju përgjigjem. Do e kemi një thirrje live çdo të martë në ora 6 me kohë të Londrës dhe do bisedojmë live për tema të ndryshme dhe janë pikërisht për njerëz që janë gati për me punu ma shumë me veten e tyre, që janë gati për nivelin tjetër, sepse është shumë mirë mi shiku këto video në YouTube, po nëse ti nuk fillon mi praktiku këto këshilla, asgjë nuk do ndryshon në jetën tënde. Pra, nëse je gati të bëhesh verzioni më i mirë i vetës, klikoni linkun më poshtë dhe mundeni me u bë pjesë e komunitetit ton. Komentoni më poshtë. Unë jam gati të ndryshoj bindjet e mia rreth parave. Sot do flasim për marrëdhënien tuaj me paron. Deri në fund të kësaj video, ti do e kuptosh se çfarë bindje, çfarë besime ki ti me të vërtet për paron. Dhe do e kuptosh më mirë pse ende nuk ke arrit financiarisht aty ku ti dëshiron. Ndoshta ti mundosh me manifestu më shumë para se me fitu më shumë para, po para se të fillosh të krijosh më shumë para, së pari duhesh të kuptosh se çfarë marrëdhënie ti ki me paron, çfarë bindje ki, sepse nëse ti nuk e kupton kët, nuk ka rëndësi sa para i fiton, sepse bindjet e tua që ti e ki në mendje do ndikojnë në veprimet e tua, në mënyrën se si ti i ruan parat, si i shpenzon parat. Mënyra më e mirë për me pa se çfarë bindje ti ki për parat, është me mendu paron si një person. Si zhduk ai person? A është femër apo mashkull? Si është veshur? Çfarë energjie ka ky person? A është i ftoftë apo i ngrohtë? A është i sigurt apo lëviz vazhdimisht? A mund është me u ul dhe me u mundu me bisedu me këtë person, apo nuk të lejon? Këtë mund është me bo edhe si vizualizim, këtë shpesh e bëjmë me klientët e mi kur punojmë bashk, e bëjmë një vizualizim ku ata e imagjinojnë paron si një person. Dhe është shumë interesant se çfarë shfaqet, kështu që provoni në kohën e juaj nëse mundeni, se është një vizualizim shumë i fuqishëm, sepse mundesh me kuptu më mirë si ti e sheh paron, që unë po ju tregoj për mua. Në fillim, para disa vite kur e kam bo këtë vizualizim herën e parë, te unë në vizualizim u shfaq një mashkull, veshur me tesha kat, me kostum, dhe ishte pak si arrogant, si nuk kishte kohë për mua dhe rinte si në distancë prej meje, po e vrejta që edhe nuk po mundëm me ndalë, sepse ishte vazhdimisht vetëm tu lëviz, tu vrapu në dhomë. Edhe kur u mundova me bisedu me të, është sikur nuk kishte kohë për mua, dhe thash, wow, okay, qa do thot kjo për bindjet e mia rreth parave, sepse mendja jonë flet me neve përmes simboleve, pra çka do që të shfaqet në këtë vizualizim, besoje. Sepse kjo është marrëdhënia që ti e ki me paron. Kur u mundova me u ul dhe me bisedu me të, u mundova me pa se çka ka me thonë për paron, do isha me pyet me ditë çfarë besime ka, edhe tha, ti nuk më trajton mua mirë. Edhe thash, wow, okay. Duna me këshyrë se çka do me thonë kjo, nuk me trajton mirë dhe nuk me vlerëson aq sa duhet.
edhe thash, okay, mas vizualizimit, e pyeta veten, a është e vërtet, okay, që nuk e vlerësoj shumë, ndoshta unë jam rrit me bindjen që duhet mi rujt parat. Besoj që shumë prej ju e keni këtë bindje që parat duhet mi rujt, nuk duhesh me shpenzu në gjëra që nuk janë të nevojshme dhe e kam kriju një bindje që është keq me shpenzu ose me ble diçka për veten dhe gjithmonë shfaqet ajo ndjenja e fajit kur të blej diçka. Tash ma rall sepse kam punu në këtë, po normal që është proces dhe prap ato bindjet munden me u rikthy nëse i lejon. Tash është koha që ti me zbulu çfarë bindje ki rreth parave. Nëse e ki një fletore, ndoshta mundesh me i bo disa shënime dhe vetëm mundohu me shkru gjithçka që të bjen men nga fëmiria ndoshta ose nga jeta, nga eksperiencat e ndryshme gjatë jetës, çfarë bindje ki ti rreth parave. Për shembull, nuk ka para të mjaftueshme, duna me punu shumë për me bo pak para, duna mi rujt paret, paraja vazhdimisht ik prej meje, ose nuk mundem mi rujt parat janë të këqija. Shife se çfarë bindje ki ti rreth parave. Edhe nëse mundesh, mundoh me kuptu nga ku ka ardhur kjo bindje, nga kush, çfarë moshe ke qenë, sa vjeçare ke qenë, ku ke qenë kur e ke dëgju kët. Sepse kjo ka me të ndihmu më shumë me kuptu se çfarë bindje ti ki. Dhe kjo është hapi i parë drejt ndryshimit, sepse nëse ti nuk je i vetëdijshëm për bindjet që ti i ki rreth parave, është shumë vështirë ti mi ndryshu ato dhe edhe nëse një ditë fiton më shumë para, mund të me ndodhë që këto bindje të sabotojnë dhe do kthehesh prap në atë nivelin e njëjtë që ke qenë, sepse e shohim këtë me njerëz që kanë fitu lotarin për shembull. Ata kanë fitu shuma të mëdhaja parash, po bindjet nuk i kanë ndryshu. Diçka ndodh shpesh është që këta persona që i fitojnë ato para, mas një viti ose dy, e shohin që janë në gjendjen e njëjtë financiare që kanë qenë para se me fitu ato para, sepse nuk janë dalë me ndryshu bindjet që i kanë rreth parave. Pyet e veten, çfarë ndjenje mendoj që parat do më sjellin? Për shembull, nëse ti i fiton një shumë që ti dëshiron mi fitu, nuk e di, don mi fitu 1 milion, çfarë ndjenje mendon që këto para do të sjellin? A është siguri, lumturi, a do ndihesh sikur më në fund ke arrit diçka dhe je i mjaftueshëm? Sepse krejt këto ndjenja tregojnë diçka më të thellë për ty. Ndoshta ti e lidh vlerën tënde me parat dhe nëse ti nuk i fiton ato para, ti nuk ndihesh i mjaftueshëm. Ti duhesh me fillu me i ndje ato emocionet që ti dëshiron me i pas kur i ki ato para. Pra, nëse dëshiron me u ndi i lirë, duhesh me fillu me u ndi i lirë tash. Ose nëse dëshiron me u ndi i mjaftueshëm, duhesh me kuptu që vetëm ti mundesh me u ndi mirë me veten. Asnjë shumë të parave nuk mundet me ndryshu mënyrën se si ti ndihesh për veten. Edhe arsyeja është sepse edhe kur ti arrin ato para, ti ki me dashur edhe më shumë, sepse kështu funksionojmë, gjithmonë duam më shumë. Kjo tregon faktin që me të vërtet asgjë nuk të ndihmon ty me u ndi mirë në veten tënde nëse ti nuk e kultivon këtë ndjenje brenda vetes. Kjo duhet me ardhë nga ti. Ti duhesh me u ndi i plotësuar tash, ti duhesh me u ndi i lumtur tash, edhe nëse nuk je aty ku don, sepse këto ndjenja do të ndihmojnë mi arrit ato qëllime që ti i ki. Ti pra duhesh me ndryshu frekuencën tënde. Ti duhesh me u bo qaj verzioni i vetes që i ka ato para, që i fiton ato para në muajt. Sepse ti nuk mundesh mi fitu ato para në nivelin që ti jetë sot.
sepse ki bindje limituese që nuk po të ndihmojnë që ti duhesh me ndryshu, ndoshta nuk vepron si ai person sepse nuk beson që është e mundur për ty. Krejt këto gjëra ndikojnë. Një nga mënyrat më të mira për me fillu mi ndryshu bindjet që ti ki rreth parave, është me fokusu mendjen në ato gjërat që ti i ki tash në jetën tënde. Duhesh me fillu me vërejt bollëkun që ti e ki në jetën tënde. Mundeni me shkru një listë, për shembull, me shkru ka mjaftueshëm ajër në këtë botë, ka mjaftueshëm ujë në dete, ka mjaftueshëm dashuri, mjaftueshëm shëndet, mjaftueshëm njerëz në këtë botë, ka mjaftueshëm mundësi, ka mjaftueshëm gjëra të bukura që ti ke ble deri tash, ka mjaftueshëm dashuri nga familja ime, kam mjaftueshëm miq, kam mjaftueshëm mundësi. Mendo edhe për gjërat e mira që ti i ke ble deri tash, krejt ato dhurata që i ke marrë nga dikush, ose arsyeja pse ky ushtrim është kaq i fuqishëm është sepse e riprogramon mendjen tënde me mendu që ka bollok në këtë botë. Sepse kjo është e vërtetë dhe ti duhesh me fillu me besu që ka mjaftueshëm. Sepse nuk mundesh ti me kriju më shumë para nëse mendon që paratë nuk janë të mjaftueshme, që nuk ka mjaft për të gjithë. Diçka që e kam lexuar në librin Happy Money nga Ken Honda është që ti gjithmonë ke me dëshiru më shumë para. Dhe kur ti e pranon këtë, e ndjen një lehtësim, sepse e shet që nuk është e rëndësishme që ti të arrish në një pikë ku ti i ke manifestu ato parat që ti i don edhe tash je i lumtur për gjithmonë edhe i plotësuar dhe që krejt problemet e tua kanë me u zgjidh, sepse nuk funksionon ashtu. Dhe kjo duhet me qenë lehtësim për ty, sepse ti duhesh me fillu me kuptu që mundesh me qenë i lumtur edhe tash ku je. Sepse kur ti fillon me qenë i lumtur tash, kjo në fakt të ndihmon mi arrit ato parat që ti i don. Sepse je në një frekuencë më të mirë. Është shumë interesant. Kur ti nuk ki nevojë për asgjë me u ndi i plotësuar, nuk ki nevojë për parat, nuk ki nevojë për dashuri, nuk ki nevojë për asgjë jashtë vetës për me u ndi ti mirë me veten, atëherë do vinë parat, atëherë do vinë mundësit, atëherë do vinë të gjitha gjërat që ti i don, sepse ti nuk i rezistencë, nuk je tu mundu gjithçysh me arrit këtë qëllim për me qenë i lumtur. Qëllimi është që ti të krijosh një marrëdhënie, një lidhje më të shëndosh me parat. Nëse je një person që e ki shumë të vështirë mi ruajt parët, duni me pyet veten pse. Nga ku ka ardhur kjo bindje që une nuk meritoj mi majt paratë e mia? Ose në të kundërtën, nëse e ki shumë të vështirë me shpenzu para, pyet e veten nga ku ka ardhur kjo bindje? A është e vërtet që une duna me u ndi keq? A është e vërtet që nëse fitoj sot asnjëherë nuk kam me fitu para më? Jo, nuk është e vërtet, sepse paraja është energji, është diçka që është gjithmonë në qarkullim. Nuk mundesh ti vetëm i mbajt të gjitha paratë që i ki dhe mos me shpenzu asgjë kurrë, po edhe nuk mundesh vetëm me shpenzu vazhdimisht. Duhesh me gjetë një balancë. Duhesh me kriju një lidhje të shëndosh. Si me shokun ose shoqen tënde më të mirën. Kur ti blen diçka, ti duhesh me u ndi mirë që e ke ble atë gjë për vete, sepse ti ke ndihmu edhe dikujt tjetër, edhe dikush tjetër i ka fitu ato para dhe e ushqen familjen e vet. Dhe njëjtë ti, kur ti i merr ato para, vlerësoj, maj, po një shumë të vogël ndoshta duhesh me shpenzu, ose sa ti mendon që është e mjaftueshme me shpenzu. Nëse me të vërtetë shihni që keni bindje shumë të thella që nuk po mundeni me i ndryshu, mundeni me punu me mua, mundeni me më shkru në Instagram ose në emailin time dhe mundemi me punu në seanca private.
Kuptoni që paraja është energji dhe nëse ti ndihesh mirë me paratë e tua, gjithmonë kime pas një marrëdhënie më të mirë dhe kime tërhek më shumë para dhe kime pas një jetë më të lumtur, sepse kime u ndi mirë kur i shpenzon paratë e tua dhe kime u ndi mirë edhe kur i ruan ato para. Nëse keni ndonjë pyetje, më shkruani në Instagram ose në emailën time. Ok, shpirti i bukur, deri herën tjetër, miru pafshim dhe dëgjohemi. Tong tong!